Shumë kush nuk e di që qytetet shqiptare, në ndryshim nga të gjitha qendrat urbane të perandorisë osmane, kishin secili nga një kull sahati. Ato ndërtoheshin në pikën më të lartë të qytetit dhe afër pazareve dhe xhamive dhe shërbenin si rregullatori i jetës sociale. Dëshmia e asaj periudhe është edhe kulla e sahatit në Tiranë, pranë së cilës ndodhet dhe një godinë e vogël që dikur është quajtur dyqani i Sahatçiut. Tani e tutje, kjo godinë do t'jeti pari muze i orëve monumentale të Shqipërisë. Aty do të ekspozohen 11 makete të orëve, por edhe fotografi dhe dokumentacioni i projekteve të ndërtimit të tyre. Sahati i parë daton në vitin 1555 i ndërtuar në Shkup. Më pas vjen ai i Elbasanit, por më unikali mbetet kompleksi monumental i Peqinit. Edhe pse një kulturë sjell nga perandoria osmane, kullat e sahatëve flasin qartë për bashkëjetesën fetare në qytetet shqiptare. Maketet e orëve monumentale janë përgatitur nga restauratori Sulejman Dashi, i cili në një intervistë për ATSH-n flet për historinë e tyre. Fenomeni i bashkësisë fetare dhe asnjë luftë shqiptare në Shqipëri, përkundër komunitetet kanë shku mirë me njëri tjetrin, shihet në Korçë. Esnafi i Bilmetit ortodoks i Moskopojës dhe esnafi muslimani ndërtim të ranë dakord që edhe qyteti i Korçës kishte një sahat. Ata blenë mekanizmin ta bën ndërtimin. Kështu ndodhi edhe në Pej me katolikët dhe muslimanët që ishin shqiptarë, që ortodoksë ishin serb. Patër Gaudenci, një katolik franceskan, i lidhi shqiptarët katolik dhe musliman, të cilën bën sahatin e Pejës. Duhet të them që avardhëniet fetare në Shqipëri kanë qenë gjithmonë paqësore. Ndërtimi i këtyre sahatëve dëshmon edhe se si shoqëria e këtyre qyteteve ka qenë e zhvilluar edhe pse me një numër të vogël popullsie. Sahatët ishin pjesë e kulturës së punës apo i riteve të tjera të qyteteve. 10% katolik, 20% ortodoks, 7% musliman kishin të drejta barabarta ligjore dhe për drejtën e ushtrimit të fesë. Një aspekt tjetër i rëndësishëm janë kërkimet mbi preardhjen e mbishkrimeve dhe ornamenteve të evidentuara në këto orë për të cilat Dashi tregon. Simbolet për herë të parë shqipojnë dy kokëshe të flamurit, kemi Skënderbeun si hero kombëtar i Vlorës, edhe këtë është Stanismej Qemali, kurse mbrapa s'po e gjej dosë çka se nuk ekziston më. Për specialistët e monumenteve, hapësira shqiptare është e para në rajon ku ndeshen kulturat arkitekturore të orëve monumentale. Turistët, pse jo edhe shqiptarë, do të kenë mundësi të njohin historinë e tyre nëpërmjet Muzeut të Orëve Monumentale të ngritura pranë sahatit të Tiranës.